Përshëndetje Adriatik, faleminderit që ju përgjigje ftesës sime. Adriatik Zotkaj, 6 mandate kryetar bashkie në Bashkinë Poliçan, 3 mandate para reformës territoriale të 2015 dhe 3 mandate tjera pas reformës territoriale. Një periudhë kaq e gjatë kohe tregon edhe një herë për peshën e fjalës sënde në komunitetin e Bashkisë Poliçan, por jo vetëm lind dhe një kërshëri, nëse me kufizimin e mandateve edhe reformën e re territoriale që po diskutohet në tryezat e gjithë qarqeve, nëse Adriatik Zotkaj do të vijojë të jetë kryetari i Bashkisë Poliçan. Zoti Adriatik, cilat janë projektet më të rëndësishme tuajat në këto 24 vite dhe cilat janë 3 projektet më të rëndësishme që do të jetojnë shumë gjatë edhe pas ikjes suaj nga kjo detyrë fisnike? Para ju falenderoj për ftesën. Unë do thoja që lidhja ime me qytetin e Poliçanit është e hershme, sepse unë aty kam lindur, aty jam rritur, aty jetoj. Dhe njoh çdo gur, çdo kaldrëm, çdo hall, çdo shqetësim të atij qytetit të Poliçanit. Dhe bashkinë unë gjithmonë e kam parë si një familje të madhe, nuk e kam parë si një post politik. Për sa i përket projekteve që ju thatë, ne projekte kemi bërë pafund, kuptohet, këta e them edhe me modesti, se janë vitet e gjata, 24 vite, patjetër që kam vijuar me projekte të ndryshme, por unë do të veçoja 3 projekte kryesore që Poliçani. E para njërë është furnizimi me ujë 24 orë i qytetit Poliçanit. Ka qenë një gangrenë e madhe, sepse burimi i Bogovës aty ka qenë, ujë derdhësh në lumë, po ishte e pamundur që të bëhesh furnizimi me ujë 24 orë i qytetit Poliçanit për arsye të disnivelit që kishte me burimin. Menjëherë pas marrjes detyrës, kjo ishte një nga prioritetet kryesore, kur nënat motrat tona vuanin me ato bolierët e famshëm që ju i mbanin vend mbi teracë, uji ishte me orar, ishte një problem shumë i madh ndër vite dhe pothuajse ishte i pasgjithshëm për banorët e Poliçanit. Me marrjen e mandatit, mora një grup ekspertësh, inxhinierë, që ishin mbaruar hidro, etj. Dhe së bashku iam punë për 6 muaj rresht, bëm projektin, ja paraqitëm qeverisë shqiptare dhe me anë të Edi Ramës bëm të mundur që qyteti i Poliçanit sot, dhe jo vetëm qyteti i Poliçanit, por dhe gjithë fshatrat për gjatë aksit nacional Berat Poliçan të kenë furnizim me ujë 24 orë. Projekti i dytë që unë mendoj që do të ngelet edhe në kujtesën dhe u shërben gjithë komunitetit të Poliçanit dhe fshatrave përreth, por jo vetëm, dhe gjithë peligrinëve, është rruga e Malit të Morit, që bën të mundur që fshatrat që përshkon kjo rrugë, si Kapinova, Bargullasi, Novaj, Gjerpsi, Ujaniku e të tjerë, jo vetëm që janë kthyer në bujtina dhe një atraksion turistik malor, po u shërben edhe gjithë peligrinëve që me ato vështirësitë e mëdha mezi arrinin në ato ditë e festës, po edhe jo vetëm, në Malin e të Morit. Sot, Mali të Morit është frekuentuar të gjitha ditët e vitit. Projekti i tretë që unë mendoj që do ta veçoja është hyrja e qytetit Poliçanit. Sepse për shkak të infrastrukturës, nga ana ushtarake, që qyteti Poliçanit është i shtirë në 7 kilometra, fillon që nga Qafshëmtoda, Mbrakulla, Prokuca, Pronoviku, Kalluçi e të tjera për strategji ushtarake, ishte e pamundur që qyteti të ndërtohej në një vend ose një fushë të madhe siç është Kushova, siç është Ura e tjera, por duhet patjetër që ishin të shpërndarë popullsia, që kur përbradohej, mos vriteshin të gjithë. La shofit në për strategjinë e saj sot duket pak si prallë, po kjo ishte e vërteta. Dhe sot ne po ndërtojmë dhe jemi në projektin e sipër, në ndërtimin e sipër të hyrjes qytetit. Hyrja e qytetit që do jetë shumë dimensionale, do të shërbejë të gjithë tregtarëve, fermerëve, plektorëve, rinis, po dhe të gjithë mbrezave, gjithë grupmoshave të ndryshme, se do jetë edhe si pedonale e qytetit. Për sa i përket mandatit, se më thatë për kufizimin e mandateve. Se e kemi pyetje më vonë. Okej, këto janë 3 projektet. Që prej 2003-shit kryetar bashkie, jeni gjendur para një sër problematikash në atë kohë. A keni arritur të zgjidhni një sër apo një pjesë e rëndësishme të këtyre problematikave dhe a ka ngelur ende pa zgjidhur dhe pse nuk janë zgjidhur? Si mendoni? Atëherë marrja e mandatit
në vitin 2003 ishte një mision i pamundur për sa i përket kandidimit tim, sepse kandidova në një parti e vogël si është Partia e Drejtave të Njerëzit. Dhe për Poliçanin ishte shumë e vështirë, edhe pse kishte një popullsi, Poliçani ka një popullsi heterogjene, që ka çam, grek, artar, nga të gjitha fushat, Golla, Kruja, Korça, Gjirokastra, s'ka trevë të Shqipërisë pa përfaqësuar dhe pa pasur popullsi në qytetin e Poliçanit, po ishte e pamundur të thyej atë mit të madh, se para duhet ishte nga Skrapari, dhe po mos ishte nga Skrapari, nuk kandidohej dot, se gjithë kryetarët e bashkive ishin patjetër nga Skrapari. Dhe thyej këtë mit ishte shumë e vështirë. Dhe u ndodha para një lloj problematikas shumë të mëdha. E para ishte punësimi, sepse mbaroi se funksionuari, pushoi se funksionuari uzina që kishte 3500 punëtorë. Dhe keni bërë edhe një luftë të madhe, mbaj mend zgjedhjet qendrore. 3500 punonjës që dolën nga uzina, gjithë kjo era kjo barë sociale i ra bashkisë. Dhe institucioni më i madh punëdhënës ishte bashkia. Dhe ishte detyruar të bëjë një buxhet social. Po sa do mbajë nga këta 3500? Sa do punësoj? E dyta ishte një qytet që ishte në kaos të plot. S'kishte infrastrukturë, as infrastrukturë rrugore, as ujë të ishëm, as me energji, ishte një qytet në terr, me kioska kudo dhe nga jashtë duken bashkitë të gjithë që duan të kandidojnë dhe po themi kryqëzojnë kryetarët e bashkive, nuk bën këtë, po tisha unë do bëja këtë dhe këtë, por kur futesh brenda dhe shikon një buxhet kaq të vogël dhe të presin një sër punësh kaq të mëdha, të duket një mision i pamundur dhe ndonjëherë edhe je në kushte thoj, nuk ja dal dot më. Do të rëzohem, aq të mëdha kanë qenë problematikat. Por mbështetja, dëshira e madhe për qytetin dhe atë mbështetje që më kanë dhënë qytetarët e mi, dua ta them dhe pse jo, dhe Partia Socialiste që nga Fatos Nanua, i dashur që për mua gjithmonë do ta kujtoj me shumë respekt, dhe Edi Rama, na bëri që të gjithë bashkë sot Poliçanin ta bëjë më të jetueshëm, më të pastër dhe patjetër për çdo vizitor që vjen ka ndryshuar. Nëse do të iknit nesër, çfarë nuk do të funksiononte së pari në Bashkinë Poliçan, sipas mendimit tuaj gjithmonë, sepse gati çerek shekulli është një periudhë shumë e gjatë. Shumë e gjatë është vërtet, por tani pas vëndësueshëm nuk është askush. Të gjithë janë të zvendësueshëm sepse institucionet funksionojnë në bazë të ligjit dhe edhe mbi ligjen. Por ajo që unë do thoja që nuk do të funksiononte, është e vështirë për të mbajtur, jo për të funksionuar. Është përballja sy në sy me qytetarit. Ti takosh çdo ditë se qytetet tona janë të vogla dhe nëse do vi një qytetar do përballesh me halle, probleme të ka dhe do i premtosh, të nesmen janë në rrugë, je ballë sy në sy. Dhe një nga sloganet e mia në 2007 ka qenë u tha, u bë. Pra fjala e mbajtur. Është shumë vështirë se të gjithë duan ta mbajnë fjalën, por është shumë vështirë për të mbajtur dhe për të përballur me qytetarë si që janë qytetet tona, të thash edhe pak më lart. Që përballja sy në sy është shumë e vështirë. Fjala e mbajtur. Për këtë do ta theksoja dhe pastaj punët janë aty dhe janë të pafundme. Në vite, si është rritur buxheti i Bashkisë Poliçan? Ka pasur një rritje thjesht që kompensonte inflacionin apo ka pasur rritje të ndjeshme? Dhe nëse mundet një administrator i kësaj bashkie të bëjë investime kapitale me buxhetin e vet? Buxheti i bashkisë normale, se nga 2003 deri në 2026 është rritur. Buxheti kujtoj që në buxhetin e 2003 ishte 52 milion lekë të reja. 520 milion lekë të vjetra. Nga këto, 32 milion ishin nga granti dhe 20 milion mblidheshin nga të ardhurat. Me këto do mbaj shkolla, kopshte, ndriçimin, pastrimin, gjithë funksionet e bashkisë e të tjera. Ju i dini shumë mirë se edhe ju keni një kohë të gjatë në bashkinë tuaj. Ishte e pamundur. Sot në vitin 2026 ka një rritje shumë të madhe. Sot është 414 milion lekë të reja buxheti i Bashkisë Poliçan. Nga këto, pothuajse 63% janë me grant, edhe 37% janë të ardhurat e Bashkisë Poliçan. A mundet Bashkia Poliçan të kryej investime? Patjetër,
Bashkia Poliçan me të ardhurat e veta ka bërë një sër investimesh në fshatra edhe në qytet. Kemi bërë rrugë rurale, siç është rruga e Temanit, siç janë qendrat urbane në qendra Poliçanit. Qendra urbane e Poliçanit u bë përpara se qeveria shqiptare dhe Edi Rama të bante rilindjen urbane. Poliçani është një nga rilindjet e para që ka bërë. Po jo vetëm. Keni rritur ndjeshur buxhetin edhe në sajtin iniciativave që keni bërë bashkë me Këshillin Bashkiak së fundmi. Në ndjenjën time me oportunitetin që ofron vetë gjeografia e Poliçanit me kodrat e bukura të saj. Po, patjetër. Ne kemi rritur buxhetin dhe pothuajse në investimet më të mëdha sot në qytetin e Poliçanit janë me vetë buxhetin e Bashkisë Poliçan. Tani, siç janë edhe ana financiare, janë dhe kapacitetet njerëzore. Se dëgjojmë dhe thonë që bashkitë nuk kanë kapacitete njerëzore për të hartuar projekte e tjera. Ja, ma nuk është e vërtetë. Ne dhe ju e dini shumë mirë që i kemi gjitha kapacitetet njerëzore. Dhe këtu do të falenderoj se që i takon Cezarit, falenderoj Arbër Maznikun që u bë iniciator i rritjes pagave në të gjitha bashkitë e vendit. Edhe ne sot shihemi me zili dhe pothuajse po thithim të gjithë kapacitetet njerëzore, qoftë në, po themi, financier, jurist, urbanist, e tjerë, e tjerë. Një periudhë gjatë në menaxhim, në administrim, mendon që është merita juaj apo mungesë konkurrence? Si është etiku? Pak a shumë ju e thatë, po. Nuk mendoj, pa dashur të jem modest, nuk mendoj që është mungesë konkurrence, se juve dini që lufta në Poliçan ka qenë shumë e ashpër. Kur në pushtet ka qenë Partia Demokratike së bashku me LSI-n është një nga luftat më të mëdha që është bërë në qytetin e Poliçanit. Po besoj që njerëzit gjithmonë vlerësojnë punën. Dhe puna është ajo që të nxjerr gjithmonë krye, këtë e tregon edhe që të mban, po këtë e tregon edhe shifrat që nga mandat i mandat ruajtja, jo vetëm ruajtja, po gjithmonë ka pas rritje në sa i përket përqindjes së votimit. A mendoni që kufizimi i mandateve për një të zgjedhur vendor i shërben demokracisë? Apo është e kundërta? Absolutisht. Për mendimin tim dhe nuk e kam personal. E para një është në shkeljet kushtetutës së Shqipërisë sipas Neni 45. Se çdo shtetas shqiptar ka të drejtë të zgjedhë dhe të zgjidhet, që ka mbushur moshën 18 vjeç, që është afër ndërisht e tjerë. Ju e keni parasysh. E keni parasysh kushtetutën. Para një është shkelur kushtetuta e Shqipërisë. E dyta, si mundet një kryetar bashkie i zgjedhur drejt për së drejti nga populli, që përballet për ditë me hall dhe problemet e popullit, i jep një kufizim, i bën një kufizim, dhe deputeti që nuk e shohin as në televizion, se ballë për ballë nuk e kanë parë kurrë, as në fushat, dhe edhe në shumë raste as nuk artikulon për votuesit e vet as një fjalim në parlament. As nuk e ka iden e halleve problemet të komunitetit. Se e dini më shumë se kur sot deputetët janë larguar nga baza. Se po të shohim realitetin. Dhe për deputetët nuk ka kufizim, dhe për kryetarët e bashkive vën një kufizim të tillë. Na quajnë gallar. Po si ka që lehtë që nga të përballes me 27.000 votues. Është shumë e vështirë. Po të fillosh të numërosh deri 27.000 do lodhesh, jo me i marr vota dhe me përball me qytetarët. Po thoja për deputetët se deputetët kanë dorë të votojnë. Edhe e bëjnë ligjin ashtu siç duan vetë. A ka ndonjë vendim për të cilin Adriatiku është bërë pishman gjatë këtyre viteve, që do të ishte mirë që mos ta kishte ndërmarr? Po patjetër, si të gjithë ne, si të gjithë në gjithë funksionet që kryejnë, ose në gjithë personat që janë drejtim, apo në jetën e familje, ka raste për të cilat. Ka raste, që gabim, po. Më thënë drejtën, ndoshta janë disa, po unë do të veçoja një që më ka ngel në mendje, është një leje ndërtimi që unë kam dhënë në qendër të qytetit. Mbrapa Ishmapos, në qendër janë për shumë pishman, pavarësisht është brenda ligjit të rregullave. Nuk i shërben nuk i shërben harmonisë, po themi, edhe projekteve afatgjata të zhvillimit të qytetit. Pavarësisht se qytetet tona nuk shkon me atë panoramën Nuk shkon me këtë rilindjen urbane sot edhe me shumë gjëra tjera. Ashtu siç gjithë e dinë, Poliçani është bërë qytet me krijimin e kombinatit mekanik të armëve aty dhe që ka qenë ashtu siç ju
si thuat në diskursin tuaj, i gati 3500 punonjësve dhe ju më kujtohet që keni bërë një luftë shumë të madhe për marrjen e atyre pagesave të prapambetura të atyre punonjësve dhe me sa di arritët më në fund. Ajo me këto politikat e fundit që ka ndërmarrë qeveria, ka ndonjë plan për jetëzimin e kombinatit, jeni në dijeni të kësaj, sepse do t'i shërbente vërtet nxitjes së zhvillimit të ekonomisë lokale. Është vërtet, Juli, një nga pasuritë më të mëdha që ka qyteti Poliçanit është kombinati veganik. Ministria e Mbrojtjes dhe sot kompania ka jo vetëm që nuk kanë, prej vitesh ne i kemi kërkuar, nuk kanë asnjë projekt për ta rivënë në punë, ne i kemi kërkuar Ministrisë Mbrojtjes si bashki. A keni ndonjë projekt prej vitesh, a keni një projekt për ta vënë në punë këtë kombinat? Dhe nga ana tyre gjithmonë jemi përballur me heshtje. Iniciator. Po pra, për gjithmonë jemi përballur me heshtje se s'ka pasur dhe nuk kanë asnjë projekt. Atëherë u kemi thënë, nëse nuk keni ju, kemi ne si bashki projekte, i kemi gati. Vetëm na i lini në dispozicion objektet dhe ne, siç kemi një projekt tani që e kemi gati, që është për turizmin industrial. Që çdo vizitor që vjen në qarkun e Beratit, i bashkangjitës paketës turistike të Beratit, të vijë edhe në Poliçan, të shohin se si dhe demonstrojë se si janë prodhuar municionet në Poliçan dhe në krahun e djathtë, në një nga tunelet që janë aty, tjetë edhe një poligon qitje me gjitha kalibrat. Kjo do të shërbente jo vetëm turistëve tuaj, po dhe turistëve të vendit. Besoj. Pastaj lufta jonë ka qenë e vazhdueshme, edhe për ish-punonjësit që të marrin atë pagën siç kanë marrë minatorët, dhe një pjesë e tyre, gati 1500 punonjës, ne arritëm që të merrim pagesën e gatishmërisë quhet. Gjithmonë sot ju po dëgjoni edhe nëpërmjet medias, edhe ne nëpërmjet kompanisë Kajo, që po bëhen ngërdece në mes Tiranës dhe për industrinë ushtarake. Kur është dhe vendi i volitshëm. Ndërkohë që unë nëpërmjet emisionit tuaj dhe falenderoj, se s'para i kam qef këto daljet në studio, do i bëj thirrje të gjithë po the mediave dhe gazetarët, të ftojnë një ditë në qytetin e Poliçanit, të shohin se çfarë infrastrukture moderne ka dhe edhe të sigurt që ka Poliçani, dhe janë të ftuar të gjithë firmat që duan të prodhojnë për sa i përket industrisë ushtarake, se jo vetëm kanë lehtësira, qoftë edhe me vendim këshilli përjashtojmë në taksat vendore, por kanë edhe infrastrukturë shumë të sigurt për të ruajtur kapacitetet njerëzore, jetën e njerëzve. Se nëse ndodh një fenomen, po themi në Tiranë apo ngërdes siç ndodhi, në infrastruktura shumë e sigurt në Poliçan, se e tillë është e fortifikuar. Përveç pozicionit gjeografik, po dhe investimit që ekziston. Është e fortifikuar, po themi, infrastruktura, por janë dhe kapacitete njerëzore. Janë gatshëm kapacitete njerëzore që kanë punuar prej vitesh. Është një nevojë e trashëguar që duhet shfrytëzuar. Po. Një burim tjetër i ekonomisë aty, gjykoj edhe nga ligji i fundit ai paketës maleve, është edhe dhënia për fotovoltaike atyre kodrave të bukura. Besoj që do ta shfrytëzoni këtë moment të paketës maleve? Po, patjetër. Po këtu ne kemi ngelur jo vetëm Bashkia e Poliçanit, po si kudo. Operatorët që kanë kërkuar, investitorët që kanë ardhur dhe kanë marrë sipërfaqe në qytetin e Poliçanit, ashtu siç kanë marrë dhe në bashkitë e tjera, dhe kjo është një ardhurë e mirë që i shërben me fjalë buxhetit bashkisë, po jo vetëm, sepse është edhe punësimi më pas i këtyre, por kemi ndendur një ngërsh ligjor që ka më shumë se 2 vjet që këta kanë bërë kërkesën, këto kompani kanë bërë kërkesën pranë bashkisë, bashkia ka meratuar lejen sipas, por nuk marrin lejen zhvillimore. Edhe ndërkohë vazhdojnë dhe paguajnë. Këtu nuk jemi duke bërë avokatin e firmave, po duan të zhvillohet zona, sepse dhe shpesh paragjykohemi si njësitë vendore nuk gjenerojnë të ardhura shtesë. Nëse ti pengohesh në ushtrimin e veprimtarisë, kërkesat janë panumërta për të marrë të sipërfaqe. Dhe nëse Ministria përkatëse do t'i pajisë me leja, edhe vendi me fjalë do të plotësojë atë 40% apo 30% e nevojave që ka promovuar me të madhe kryeministri shqiptar, po të ndihmojnë dhe ekonominë e vendit. Dhe për këtë ne jemi gati dhe do të shërbente, patjetër që do shërbente, do stimulonte shumë biznese të tilla. Edhe në lidhje me atë logjik që tham, a është më e varur sot bashkia nga qeveria apo më pak e varur që në fillimet e punës suaj? Tani të themi, ju
ju e dini që ose unë të paktën që nga reforma e 2015-s kam ngritur zërin më të madhe dhe kam thënë, duke pasur edhe një lloj përvoje, kam thënë nuk ka reformë territoriale pa reformën e decentralizimit. Sepse duhet të jesh dhe duhet ta heqësh në kurriz që ta kuptosh këtë. Dhe sot po nuk u bë reforma e decentralizimit, pastaj funksionet edhe kompetencat ne na transferojnë, ju e dini shumë mirë, na transferojnë pafund përgjegjësi, po na heqin çdo ditë më shumë kompetencat. Kemi shkuar drejt centralizimit Po, në një farë. ne jemi drejt centralizimit dhe këtë duhet ta themi. Dhe kjo nuk ka pse të jetë politike dhe dhe një fshehur. takim që kishim, në zonë u fol që do të kesh një ridimensionim të funksioneve të pushtetit lokal dhe gjithë reforma e re territoriale do të fokusohet dhe te funksionet e bashkive. Dhe kjo niset nga fakti një studimi që bashkitë nuk ushtrojnë funksionet e tyre gati gjysmat. Sipas studimeve të bëra nga ekspertë të fushës, na u tha kjo. Si mendoni ju? A është kjo e drejtë që bashkitë e vogla nuk kanë kapacitete, nuk ushtrojnë funksionet e tyre dhe a do të ishte Adriatiku dhe komuniteti i bashkisë Poliçan dakord nëse shkrihej kjo bashki? Atëherë, unë po them se me fjalë mund të flasim ne dhe mund të flasin dhe ata të panelit që janë të reformës zgjedhore, të kësaj reformës territoriale pafund. Unë personalisht i ftoj të gjithë ata që mendojnë të kundërtën, që bashkitë nuk kanë kapacitete, financim edhe tjera, në çdo studio televizive ose të vinë te bashkitë tona, të përballen pranë bashkive dhe njerëzve, të shikojnë që është krejt e kundërta. Jo vetëm që ushtrojnë funksionet, jo vetëm që kanë fuqitë, por të gjitha, po them gjithë kompetencat, ne jemi gati dhe nuk ka kryetar bashkie, besoj sot që nuk ka një projekt. Besoj që kryetar bashkie. Nuk besoj, projektet tona flenë dhe i ka zënë pluri nëpër ministriat, nëpërmjet ministrive të ndryshme. Dhe atje ku nuk janë kapacitetet njerëzore, po themi arkitektë. Ekziston mundësia ligjore. Ekziston mundësia ligjore, pajton një studio projektimi dhe bën 10-20 projekte. Çfarë dush ti dhe plotson këtë dhe skepse mban 20-30 urbanistë me pagesë prej vitesh. Dhe kjo nuk besoj se është pengesë ose është arsye për të thënë këto që thuhen nëpër studio televizive. Përveç se një administrator shumë i mirë i bashkisë që ju drejtoni, sepse kjo është dhe një zë i komunitetit që ju përfaqësoni, jeni dhe një familjar i devotshëm, shumë i përkushtuar me nipçet, edhe e gjeni atë kohën dhe balancën që të jeni pranë tyre. Çfarë do të na thoni në gjë të veçantë për nipçet që Qa i pëlqen më shumë të tiku atyre, se mirë komuniteti u tha u bë, apo dhe ata kështu e kanë, u tha u bë. Me thënë drejtën, ashtu funksionon, se fëmijët varet si i mëson. Po i mësove që në fillim që fjala e dhënë dhe mbajtur, fëmia i mban mend, edhe thotë që tiku nuk më gënjen kurrë, etj. Po ajo ndjesia më e bukur dhe më mirë është ajo ndjesia e gjyshit dhe e gjyshërve, dhe kush e ka provuar këtë, është mjaltit, është qetësia, është nuk di ta përshkruaj me fjalë. Duket se emri juaj me Poliçanin është i pandashëm. Çfarë keni një mesazh të fundit për komunitetin e mrekullueshëm të asaj zone? Tani do ta veçoja, se ky nuk është përtej politikës. Unë kam një mirënjohje të madhe thellësisht për të gjithë bashkëqytetarët e mi, për çdo qytetar, emër për emër, dorë për dorë, zë për zë që më kanë mbështetur gjatë rrugtimit tim, kaq të gjatë, dhe kemi qenë bashkë për çdo hall, problem. E kemi parë bashkinë si një familje të madhe. Dhe ju uroj çdo të mirë, çdo qytetari të Poliçanit dhe pavarësisht rrugtimit tim politik, unë do të jem aty. Dhe unë uroj që ti jesh në mbështetje të madhe të Poliçanit tim të dashur, sepse kjo gjë është e ndjerë, e shpirtërore. Është një lidhje shpirtërore, vërtet. Faleminderit Iku. Faleminderit Juli.